Kur themi arsimi I lartë shqiptar, shumica kujton vitin 1970 me Universitetin e Prishtinës, ose 1957 me Universitetin e Tiranës, por e vërteta është shumë e vjetër. Viti 1380. Në zemër të Durrësit u themelua një shkollë e lartë teologjike me karakter universitar nga urdhri I dominikanëve me përkrahjen e Vatikanit. Në një kohë kur pjesa më e madhe e Ballkanit ishte në errësirë, në Durrës mësohej latinisht, filozofi, logjik e retorik. Rreth 100 student dhe 9 magjistra nga Shqipëria dhe Evropa studionin aty. Ishte po aq e avancuar sa universitetet e Padovës, Bolonjës apo Parisit. Kur Osmanët kërcënuan qytetin, universiteti u zhvendos në Zarë të Dalmacisë dhe rektori parë u bë Gjon Durrësaku, një shqiptar. Ky është institucioni më I hershëm universitar në trojet shqiptare, shumë përpara Prishtinës dhe Tiranës. Historinë e tij e kanë sjellë në dritë studiuesi Jahja Drançolli dhe sot është e pranuar edhe ndërkombëtarisht. A mendoni se Universiteti I Durrësit duhet të njihet zyrtarisht si Universiteti I parë shqiptar? Shkruani në komente. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.